Ndodhemi në fshatin Asim Zeneli, pjesë e njësisë administrative Antigone në bashkinë Gjirokastër, një zonë që mbart vlera të mëdha historike dhe kulturore. Ky fshat është një shembull i rrallë ku traditat vazhdojnë të ruhen me fanatizëm, ndërsa mënyra tradicionale e jetesës mbetet ende e gjallë në përditshmërinë e banorëve. Asim Zeneli njihet prej vitesh për blegtorinë dhe bujqësinë, të cilat kanë qenë shtyllat kryesore të ekonomisë lokale dhe vazhdojnë të mbizotërojnë edhe sot. Banorët këtu jetojnë në harmoni me natyrën, duke kultivuar tokën dhe duke u marrë merritjen e bagëtive, aktivitete që janë të trashëguara brez pas brezi. Fshati ka shumë tradita, sepse andena ka ardhur banorët e këtij fshati, Treva e Kurveleshit është e mbushur prop me tradita dhe ato tradita nuk kanë harruar dhe ato kultivohen vit pas viti dhe në çdo familje. Aktualisht banorët e fshatit merren me blegtorinë, shumë pak me bujqësinë, me ndonjë vresht, me ullishten, kanë prodhuar shumë ullinj si vjet dhe kanë marrë sasira të konsiderueshme vaj ulliri. Kjo tregon që këtu punohet dhe është një lloj mirëqenie. Njëkohësisht për momentin vazhdon nxjerrja e rakis, sepse ne kemi traditë të rakin dhe përdorim shumë edhe për miqt edhe në evente të ndryshme, dasmë, fejesa. Dhe kjo është një traditë e hershme që kultivohet prej kohësh në Asim Zenel. Në dimër, ato familje që kanë blegtori, merren me blegtori. Kryesisht, ato nuk janë shumë të mëdha, po dikush ka disa dhënë, dikush ka një lop, edhe atje shikojnë të ardhurat ekonomike të familjes. Se pjesa më e madhe kanë emigruar, të themi realisht këtu kanë mbetur familjet këtu janë me një dhe me dy, domethënë vetëm burrë e grua, kryefamiljarët, njerëzit në pension, disa pjesa tjetër është edhe shkolla. Unë kam qenë drejtor këtu në shkollën e mësues në shkollën nënvjeçare, mbaj mend ka pasur 120 nxënës. Tani shkolla ka 3 nxënës, edhe një mësues. Kështu që ka rënë në këtë drejtim, ka rënë shumë. Po për sa i përket traditës familjare, ajo qëndron e fortë, e pa lëkundur, dhe kudo që të shkëtesh në gjitha familjet e fshatit Asim Zenel, e gjen këtë traditë e ndesh. Jo vetëm fshati jonë, po përgjithsisht zona rurale ka mësuar një goditje, le të themi. Goditja vjen nga që janë larguar brezi i ri dhe këtu si kudo, këtu kanë mbetur brezi i vjetër. Kur the brezi i tretë, shprehja i vjetër është e gabuar. Kam ngelur brezi i tretë, domethënë brezi im e lartë. Një pjesë e tyre, të cilët janë të ri, të moshës deri në 30 vjeç, mbajnë bagëti. Janë 3-4 tufa të organizuara nga 350-400 krejt, ndërsa pjesa tjetër mbajnë për hir të traditës së djeshme, për hir të asaj që në fshat duhet mbajtur, po s'patin në fshat një blegërim, do të thotë nuk është më fshat, po nuk është as qytet. Kështu që pjesa dërmuese në këto baçet që kanë, mban 10, 15, 7, 8. Të gjitha këto janë për konsum të brendshëm, nuk janë për treg, nuk janë për të fituar. Fitimet e të gjithë, ose jetesa e të gjithë fshatit e bashkëfshatarëve të mi, mbështetet mbi pensionet, mbështetet mbi të ardhurat të pakta që bëjnë nga baçet, nga bagëtia, dhe pjesa dërmuese kanë emigrant. Megjithatë, Asim Zeneli ka mbetur prapa ai që ka qenë. Një Asim Zenel, një fshat i cili për hir së djeshmes vazhdon në ritmet e tij për të jetuar, për të punuar, për të organizuar. Që ku shkrua ka që kooperativë bregtorale, po thua se kooperativë e parë në Republikë për këtë punë. E shpjegoj këtë blegtori deri në prishjen e sistemit, edhe pas prishjes vazhdojnë akoma, ka tufat përqendruara, më thënë, ka edhe në këto që thonë shtëpijake, jo lop, jo në shelek, në delë, në gjithë kështu. Për sa i përket pastaj, më thënë, kjo është një ekonomi ndihmëse. Kohët e fundit ka një rritje të madhe për sa i përket ullirit. Fshati edhe agrume, po jo masivitet, gjëra të vogla, po megjithatë ka edhe agrume filluan të bëne, se nuk bëne gjë këtu më përpara. Po breshta ka? Edhe breshta ka, më thënë, pjesë do të jenë në 20 hektar breshta. Dimri tani në fshati vështirë është, më thënë, pse? Se
duhen drupa të ngrohur, ndryshon me Beharin, se Behari, si i thonë, është më ndryshe. Po janë në mëngjes, në fshat, më thënë, po thua se masive është kjo punë, kanë nga tek tuk në i lopë, kanë në jedhi, kanë në gjë kështu dhe dalën, më thënë. Përveç traditës dhe punës së përditshme, fshati ka nisur të njohë edhe një zhvillim të qëndrueshëm turistik. Bujtinat familjare të hapura nga vetë banorët po tërheqin gjithnjë e më shumë vizitor, jo vetëm gjatë verës, por edhe gjatë stinës së dimrit. Turistët vinë për të përjetuar mikpritjen tradicionale, ushqimin vendas dhe qetësinë që ofron kjo zonë, duke e kthyer Asim Zeneli në një destinacion në rritje në jug të vendit. Kam 5 vjet që e menaxhoj këtë bujti dhe jam shumë i kënaqur. Punët më kanë ecur mirë 5 vitet, edhe këtë vit, që u quajt pak viti vështirë, por unë nuk e kam patur vështirë, jam i kënaqur dhe janë hapur dhe bujtina tjera në fshat, sepse fshati jonë ka një veçanti, ka një strukturë shumë të moderne, me rrugët, me shtëpitë në dy anë, nuk ka problematika të ndryshme se ku të parkosh makinën apo ku të kalosh. Dhe kjo u jep mundësinë turistëve që të vinë pa siklet. Po njëkohësisht u krijon mundësinë turistëve që të prekin gjërat bio, ushqimet bio, të cilat ne të vemi prapë tek tradita që përmendëm në fillim, i kemi në baqet tona të freskëta. Biles edhe tani arrin një pjesë e tyre, sepse këtu më para s'bëj fjalë për olli, portokal, limonadë, nësa tani nga do që të vesh, këtu ndeshës njësosi në Bregdet. Kjo na ka dhënë një favor dhe unë i kam shfrytzuar këto favore që më ka dhënë natyra në fshat dhe jam shumë i kënaqur me turistët dhe turistët janë shumë të kënaqur me mua. Kështu që unë e vlerësoj shumë turizmin si një mënyrë në fshat për të jetuar më mirë dhe në mënyrë komode. Vinë vetëm në verë apo ka edhe në dimër? Në verë sigurisht që vinë shumica, por edhe në dimër vinë. Ka rëndësi që turizmi nuk shuhet në asnjë muaj të vitit. Turistët që vinë këtu mësojnë nga traditat tona, por njëkohësisht edhe ne mësojmë nga kultura e tyre, sepse u ata 5 vjet dhe unë fillimisht gjuhën e huaj anglisht e kisha trashëguar nga shkolla, por nuk e kishin përdorur. Dija në masën 30%, por tani unë kam në masën 70%, komunikoj shumë mirë dhe në biseda nuk e kam problem fare dhe duke komunikuar kuptohet që bëhet dhe transmetimi i kulturave. Unë nuk flas për kulturën e vendit tim, prandaj nga ata më flasin për kulturën e vendit tyre dhe kështu shkëmbejmë. Pra nuk është vetëm ana monetare. Shumica e shqiptarëve që largohen nga edhe fëmijëve, e djemve të rinjve që largohen nga fshati dhe nga qyteti, bëjnë shumë mirë që ikin për momentin, sepse krijojnë një mundësi ekonomike që këtu nuk e krijojnë dot. Por me të krijuar këtë mundësi ekonomike, unë i sugjeroj që të rikthehen në vendin e tyre dhe të investojnë. Si që investova unë, të investojnë dhe ata ato lekë fitojnë dhe zhvillimin mos ta çojnë në vendet ku kanë vajtur, po ta çojnë në vendet ku kanë lindur dhe ku kanë jetuar. Nëse do gjykoj me koncepti që a ka bazë në Asim Zenel për të bërë agroturizëm, apo a ka për të bërë turizëm, unë them ka pasur, ka dhe do të ketë. Pse? Sepse shkalla e emancipimit, niveli kulturor, mënyrë e organizimit të fshatit, vetë ambientet i kanë bërë njerëzit, janë të atilla që janë të përshtatshme që turistët të vinë dhe të gjejnë një komoditet të arsyeshëm. Dhe përgjithsisht këtu ka filluar. Janë 4-5 bujtina, të cilat në një farë mënyrë ecin normalisht mirë, dhe unë shikoj në logjikën e bashkëtarëve të mi, shikoj që të gjithë duan të synojnë, jo të gjithë, po pjesa dërmuese, ata që me të vërtet kur të vijë një turist ta kënaqë, të provojnë diçka të re nga gatimet tradicionale apo nga gatimet shqiptare, të gjithë kush ka ardhur e kanë pasur gujidën e tyre. Në fshat, në zonat lartë Antigone, tek Kuajt, ka tani po bëhet manastiri Spiles, ka vetë atraksione të tilla me të cilat mund që ata që vinë të gjejnë mundësira për të parë diçka të re edhe
për të ndikuar pozitivisht në ecurinë ekonomike të vetë Antigones. Mes punës në bujqësi dhe blegtori, banorët kanë gjetur mënyra për të kthyer mikpritjen dhe jetën tradicionale në vlerë të shtuar për turizmi rural. Bujtinat familjare, produkte të vendase dhe natyra e paprekur po e bëjnë këtë fshat gjithnjëherë më të vizitueshëm, edhe jashtë sezonit veror. Një dëshmi se fshati kur mbështetet tek traditat dhe përkushtimi i banorëve ka potencial për zhvillim dhe të ardhme të qëndrueshme.